Ju gjatë tjetër, uroj të jeni mirë, dashur miq, që i takohemi në këtë bisedë të radhës jashtëzakonisht të rëndësishme me zhvillimet më të mëdha që po ndodhin në Pentagon. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke ndodhur zhvillime të mëdha, një tërmet i madh dhe spastrime të mëdha në radhët e Pentagonit, lindja e mesme, Irani, Rusia, Ballkani, Shqipëria, Europa, Kina, të gjithë bota, e gjithë bota është duke zirë, duke vluar dhe ne është shumë e rëndësishme të flasim dhe të ndalemi të këto kuptime sot. Spastrimi i Pentagonit dhe plani sekret për Iranin, plani i Netanyahus për të shkatëruar NATO-n, po të rëndit botën. Çfarë po ndodh? Po ndodh diçka që shumica nuk është duke e kuptuar. Unë do t'ju shpjegoj të gjitha sot. Një fjali e vetme erdhi nga Donald Trump dhe ka tronditur gjithashtu të gjithë skenën globale. Çfarë ka thënë presidenti Donald Trump? Ne u shkatëruam urat, ka thënë ai, por pse nuk po na telefonojnë? Kjo sigurisht nuk është vetëm një deklaratë e thjeshtë e presidentit amerikan, as është thjesht një arrogancë. Është një mesazh i koduar. Është një sinjal i cili po vjen si një paralajmërim i fortë nga Washingtoni dhe atë duhet ta kuptojmë të gjithë. Sepse kur një president flet kështu, do të thotë që diçka shumë e madhe po lëviz në prapasken. Në të njëjtën kohë, në zemër të fuqisë ushtarake më të madhe të botës, pra, në Pentagon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë duke ndodhur zhvillime shumë të forta, janë duke ndodhur zhvillime jashtëzakonisht të mëdha. Po ndodh një fshes e madh, po ndodh një spastrim i heshtur. General, të cilët me dekada përvojë janë duke u zhdukur nga skena, jo sepse dështuan, por sepse nuk pranojnë të binden planit për pushtimin e mekëmsuritë e Iranit. Duhen komandantë të ri të cilët zbatojnë urdhrat pa pyetur, jo komandantë të cilët bëjnë pyetje, jo general të cilët kanë pyetje. Duhet bindje absolute në këtë moment, sepse ajo që po përgatitet nuk është thjesht një operacion i zakonshëm ushtarak. Është diçka e madhe, që siç ju kam thënë do të ndryshojë botën, është një skenar lufte që do të ndryshojë hartën e botës. Po është ajo që ja kam thënë vazhdimisht. Irani, dhe jo vetëm, janë në zemër të skenës botërore, por kjo nuk është luftë vetëm kundër një shteti. Këtë e kemi përsëritur vazhdimisht dhe do të vazhdojmë ta përsërisim edhe sot. Kjo është tashmë një skem krejt tjetër. Loja është më e madhe se Irani. Është goditje e ekonomisë, është goditje e infrastrukturës, është goditje ndaj popullsisë, është goditje për riformatimin e lindjes mesme, një strategji e presionit total për të rikonfiguruar tërësisht lindjen e mesme dhe të gjithë botën. Ashtu, si që u thash, dhe lojtarët e tretë janë prapasken për lëvizin me kujdes, por ndërkohë një plan tjetër i madh po qarkullon në prapasken. Duhet ta kuptojmë atë me kujdes në mënyrë që të mos gaterohemi. Një plan që lidhet me një emër tjetër shumë të rëndë, Benjamin Netanyahu, kryeministri izraelit. Ai ka hedhur këto ditë një ide jashtëzakonisht të fortë. Një ide që një pjesë e madhe e analizës botërore janë duke e quajtur ide të çmendur. Një botë pa NATO, thot Netanyahu. Një rend i ri global dhe një aleancë e re fuqish. Janë raporte të cilat flasin në Washington, pikërisht në këtë moment. Po ç'është kjo? Nëse kjo është e vërtet, atëherë nuk jemi të bëjmë thjesht me një luftë. Ju po e kuptoni. Kemi të bëjmë me një ridimensionim të plotë të botës. Kemi një përpjekje për të rishkruar rregullat e botës. Po, të gjitha rregullat e botës do të rishkruhen. Ndërkohë, Rusia dhe Kina janë duke folur shumë, po veprojnë pak dhe po ruajnë. Po shikojnë, po llogarisin dhe po presin momentin e duhur që të godasin apo të hidhen në sulm. Një pyetje bëhet gjithmonë e më e fortë në këtë moment. Apo shkon vendi drejt një lufte që nuk e kontrollon më, pra a mos po shkon Amerika drejt një lufte të cilën nuk e ka më në kontroll vet, apo kemi të bëjmë një plan të mirë studiuar administrata amerikane dhe nga Pentagoni për të shpartalluar linjat e vjetra të botës vjetër. Sepse historia na ka treguar vazhdimisht diçka. Luftrat e mëdha nuk fillojnë kur gjithçka është gati. Kujdes.
Luftrat e mëdha nuk fillojnë kur gjithçka është gati. Luftrat e mëdha fillojnë kur askush nuk dëgjon më askënd. Dhe të gjithë veprojnë sipas kokës së vet. Unë jam Krishnik Osmani, u flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Abdeu. Dhe sot, si gjithmonë, si që kam thënë, nuk do t'ju jap lajme, ju lajmet i dëgjoni vetë. Sot do të shihni prapaskenën e asaj që po luhet, do të kuptoni lojën në detaje dhe do të dëgjoni atë që tjerët nuk guxojnë ta thonë. Trump ka dalë në revistën Time Magazine dhe thot, ne u shkatëruam 3 urat e tyre. Përse nuk janë duke na telefonuar? Pse nuk po na begenisin? Trump del në magazin dhe hedh një deklarat që trondit botën dhe thot, ja shkatruam, i goditëm, duhet ta kishin marrë në telefon. Pse nuk e kanë bërë këtë deri tani? Një fjali miq që nuk është thjesht arrogancë politike, është sinjal i një krize e cila fshihet dhe po maskohet me shumë kujdes. Apo është një skenar tjetër të cilin do ta shohim. Sepse në të njëjtën kohë që Trump flet me këtë ton, një tërmet i heshtur po shkatron vetë zemrën e ushtrisë amerikane. Në Pentagon po ndodh një spastrim brutal. General të cilët kanë dekada përvojë janë duke u larguar njëri pas tjetrit. Çfarë është duke ndodhur? Pse po largohen? Sepse nuk duhen më komandant që mendojnë 2 herë në Pentagon. Duhen komandant që binden pa pyetur. Ndërkohë, lufta ka hyrë në një fazë të re, shumë të rrezikshme. Nuk është më vetëm luftë ushtarake, ju e kuptoni këtë. Është kthyer në luftë kundër vetë popullsisë atje. Po goditet infrastruktura e Iranit dhe po goditen 93 milion njerëz. Pra kemi hyrë në rrafshimin masiv dhe atë që quhet epoka e gurit dhe Irani nuk po rri duar kryq. Po godet fabrika, industri, ekonomi strategjike në vendet e gjirit, në Emirate dhe në Bahrein. Lufta sigurisht nuk do të mbetet e kufizuar sepse ju a kam thënë, pas Iranit ka fuqi të tjera. Ajo që ndodh në prapasken është më tronditse se ajo që unë po ju them. Benjamin Netanyahu i ka paraqitur Trumpit një plan që shumë prej ekspertëve të botës e kanë quajtur një çmenduri gjeopolitike. SBA-ja të dalë nga NATO dhe të krijojë një rend të ri sigurisë globale. Kjo është raporti në Pentagon. Pyetja është çfarë po gatuhet në dhomat e mbyllura. Dhe pse generalet amerikan janë të tmerruar nga ideja e një pushtimi toksor në Iran. Këtë e kemi folur vazhdimisht. Kjo ndodh sepse ajo që unë do t'ju shpjegoj tani nuk është thjesht një analizë. Dhe do t'ju tregoj dhe do t'ju bëj panoramën shumë të qartë për konfliktin më të rrezikshëm të kohës tonë. Do të bëj atë që ju kam premtuar gjithmonë. Do t'ju fus atje ku nuk ju fusin ata që duan të notoni në ujëra të cekta, sepse ata nuk duan të kuptoni ju. Nuk duan të kuptoni se çfarë luhet. Ata mendojnë që jeni popull që nuk e meriton të dini. Generali i shkarkuar amerikan që përfaqëson shtyllën kurrizore të ushtrisë amerikane është larguar nga aty. Ky nuk është një burokrat miq. Ky është një njeri i cili është rritur në zjarrin e luftës. Nga një ushtar i thjesht në një nga postet më të larta të ushtrisë amerikane. Ka kaluar nëpër United States Military Academy. Ka luftuar në Irak, në Afganistan dhe ka parë nga afër realitetin më brutal të luftës. Është njeriu i cili e ka parë vdekjen me sytë e tij. Ai nuk është vetëm komandant, është mendja që po ndërton ushtrinë e të ardhmes amerikane. Është njëri nga arkitektët e transformimit teknologjik të Pentagonit dhe të ushtrisë amerikane. Dhe pikërisht ky njeri largohet nga detyra. Dikush do të thotë që i përket establishmentit vjetër. Dikush i thotë se i përket deep state-it të vjetër dhe se Trumpi ka ardhur me patriotët e ri për të pastruar deep state-in nga njerëzit të cilët nuk i spastroi herën e parë dhe i hëngrën kokën. A është kjo një tezë e vërtet? Këtë do ta marrim vesh më vonë. Një gjë është e sigurt. Diçka e madhe është duke u luajtur në botë dhe në Pentagon. E gjithë bota po reformatohet. Këtu kemi një moment jashtëzakonisht të rrezikshëm tek i cili jemi detyruar të hyjmë thellë.
Këtë do ta marrim vesh saktësisht se çfarë po ndodh kur të kalojnë disa ditë dhe disa javë, se cilat janë lëvizjet e vërteta të Trumpit dhe të Pete Hegseth, sekretarit amerikan të luftës. Sekretari amerikan i mbrojtjes apo i luftës tashmë Pete Hegseth i ka kërkuar generalit dorëheqjen e menjëhershme. Kjo nuk është normale, miq. Ky është një alarm i cili ka tronditur vetë Pentagonin. Kur figura më e lartë ushtarake zëvendësohet kaq shpejt në Amerikë, nuk kemi të bëjmë me një reformë. Kemi të bëjmë me frikë, me përçarje, me ndarje, me një luftë të brendshme brenda vetë sistemit amerikan. Atë luftë për cilën unë kam kaq kohë që ju flas dhe ju a kam thënë. Kur më thoni Amerika, unë ju kam pyetur gjithmonë, cila Amerikë? Dhe kjo përplasje, kjo çarje është vetëm maja e icebergut. Në javët e fundit kemi parë një val të madh largimesh që nuk ka precedent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kristi Noem largohet nga siguria kombëtare. Pam Bondi largohet nga drejtësia. Figura kyçe ushtarake dhe të inteligjencës japin dorëheqje ose shkatërrohen, siç ndodhi me ish shefin e antiterrorit, i cili pak ditë më parë dha dorëheqje. Mbi 12 drejtues të lartë janë zhdukur nga sistemi menjëherë. A është kjo një reformë apo është spastrim i deep state-it? Këtë do ta marrim vesh më vonë. Dhe arsyeja që paraqitet cila është një plan që po i tremb edhe vetë generalet amerikan është plani toksor në Iran. Po pse po trembën, çfarë po ndodh? Sepse ndryshe nga deklaratat politike, ushtarakët bëjnë kalkulime dhe dinë të vërtetën. Një luftë toksore në Iran nuk është Irak, nuk është Afganistan, është një maks strategjik tek i cili nuk duhet të hyjë ushtria amerikane. Dhe ndërkohë Donald Trump del dhe flet sikur gjithçka është nën kontroll. Flet për ura të shkatëruara dhe për ndryshim regjimi. Flet për fitore të shpejt, por ata që kalkulojnë me laps dhe me letër thonë ndryshe. Realiteti, raportet e inteligjencës amerikane thonë diçka krejt tjetër. Regjimi iranian është i qëndrueshëm. Nuk ka kolaps, nuk ka panik. Këto janë raportet e inteligjencës amerikane, jo të Kreshnikut. Pra kemi dy realitete paralele. Një për publikun, një tjetër për ata të cilët e dinë se çfarë po ndodh dhe çfarë po kurdiset dhe cilët janë ekuilibrat në terren. Dhe kur goditjet ushtarake nuk dhanë rezultat, strategjia ndryshoi. Objektivi nuk është më ushtria. Objektivi është shoqëria iraniane. Tashmë do të kalojmë në situatë e goditjes direkte. Ura, ekonomi, industri, goditje që synojnë të thyejnë moralin e popullsisë në mënyrë që popullsia të ngrihet kundër regjimit. Por edhe kjo strategji gjithashtu është duke sjellë reagim. Irani ka goditur objektiva industriale në gjirin persik dhe ka dërguar mesazh të drejtë për drejtë në Bahrein dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Nëse na godisni, ne do të godasim aty ku ju dhëm më shumë. Tek ekonomia, tek kullat, tek fabrikat, tek industria. Dhe këtu nis loja më e rrezikshme. Ajo lojë për të cilën kemi folur dhe kemi patur frikë apo kemi pyetur vazhdimisht. Netanyahu po shtyn Trumpin në një skenar ku vendet arabe nuk kanë zgjedhje. Pra rajoni duhet shtyr bashkë me Trumpin, bashkë me arabët. O të hynë në fush betej, ose të paguajnë faturët. Dhe ndërkohë në prapaskem diskutohet një ide që mund të ndryshojë të gjithë historinë e botës. Po, ajo që kishit frikë, po afrohet. Një botë pa NATO, një aleancë e re e ndërtuar jo mbi parime, por mbi interesa të ngushta. SBA, Izraeli dhe disa shtete të zgjedhura, madje edhe Rusia, sipas teorisë amerikane, mund të jetë tek plani i Netanyahus. Ekspertët e quajnë këtë një fantazi të çmendur, por fakti që është duke u diskutuar tregon se sa e madhe është kriza dhe sa i fortë është plani. Sepse nëse kjo ndodh, nuk kemi më rend global, kemi vetëm kaos global i cili do të na shoqërojë për një kohë të gjatë. Dhe në fund, e gjitha kjo na çon tek një pyetje që askush nuk po e thot hapur, as tek televizionet tuaja, as tek të tyret. A është kjo rruga drejt një lufte që mund të dalë jashtë kontrollit? Historia na ka mësuar një gjë shumë të rëndësishme, të cilën ne duhet ta skalisim tek mendja jonë dhe të mos harrojmë për asnjë moment. Luftrat e mëdha nuk fillojnë kur të gjithë janë dakord,
por kur disa vendime merren nga njerëz të cilët nuk pranojnë më të kundërshtohen nga askush. Dhe ky është momenti i kaosit më. Dhe sot pikërisht kjo duket se po ndodh. Spastrimi i Pentagonit dhe plani sekret për Iranin. Plani i Netanyahus për të shkatëruar botën, për të ndërprer aktivitetin e NATO-s. A do të goditet kjo? A do të godas Pentagonin nga brenda dhe Amerikën? Krizat nuk thuhen hapur. Janë duke u mbajtur në mënyrë të mbuluar. A është Amerika duke shkuar drejt një rrugë të cilën nuk po e njeh më ku po shkon, apo kemi një çarje të Amerikës e cila do të vijojë deri në fund? Cila është çarja? Deep State-i dhe Donald Trumpi në luftë të hapur me njëri tjetrin. Çka do të thotë? Amerika shkon drejt sfidave të mëdha, të cilat mund ta trondisin nga brenda. Çfarë dhe pse këto do ta marrim vesh në vijim? Një pjesë e njerëzve janë duke thënë se këto janë lëvizje të cilat kanë të bëjnë me Donald Trumpin, i cili është duke spastruar Deep State-in nga e majta liberale. Në fakt, unë dikur i besoja këto, tashmë unë nuk i ha më këto, por jam duke e parë me kujdes se çfarë është duke ndodhur, sepse të gjithë po bëjnë biznes, të gjithë janë të kapur nga të gjithë janë duke lidhur kontrata miliardçe për të bërë miliarda në një botë të sunduar nga kaosi, nga lufta dhe nga gjaku. Ka njerëz, sidomos histori interneti, histori telegrami dhe histori kulisash, të cilët përpiqen të mobilizojnë patriotët e botës, ata që quhen patriot, se këtu po bëhet një luftë e shenjtë, apo ka frymëzime të tjera fetare psikopetërish, të cilët i kanë qef këto historit me rena, i kanë qef këto historit me patriot dhe me konservator. Tu është duke u bërë një luftë e përgjakshme për dollar, për flori, për territore. Dikush argumentohet me Bibël, dikush me dhjatën e vjetër, dikush me Kuran, dikush me Bud, dikush me këtë, dikush me atë. Por të gjithë janë duke bërë një betejë të madhe. Cila është beteja? Beteja për kontroll territoresh, pasurish dhe fushash maramëndse të mbushura me naftë dhe me gaz. Pjesa tjetër është histori që u duhet për të mobilizuar masat naive. Masat naive të cilat besojnë fuqimisht se që kanë duke ardhur patriotët dhe po luftojnë me Deep State-in. Unë jam i prirur të analizoj me kujdes këtë zhvillim, sepse e kam ndjekur me vite të tëra, por fatkeqësisht më dhem shumë shpirti që pjesa më e madhe atyre që analizojnë apo që merren me këto teori ose janë idiot të lindur ose idiot artificial. Sepse paradoksalisht të gjithë ata të cilët pretendojnë se janë pjesë e kësaj rrymë e cila po lufton Deep State-in e vjetër për llogari të patriotëve të ri të komanduar nga Donald Trump dhe Pete Hegseth, më dalin të gjithë shërbëtor të sistemit të vjetër, ose me vetdije ose pa vetdije. Dhe një skizofreni e tillë akute më tregon që këta janë ose skizofren ose idiot të lindur, të cilët nuk i kuptojnë situatat globale dhe përpiqen të besojnë rrena që i kanë shpikur vetë tek truri i tyre, duke u tentuar të besojnë gjëra të cilat i mbajnë ata me kurajo. Cilët janë skenarët në këtë moment të kësaj lufte të madhe brutale. Kemi eskalim të menjëhershëm. Nëse fiton krahu agresiv brenda Pentagonit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin objektiva strategjik iranian. Irani kundër përgjigjet në gjirin persik, sulmohen bazat amerikane dhe aleatët e Amerikës. Ky është njëri nga skenarët. Brenda pak ditësh kemi një luftë të hapur SBA-Iran. Dhe nuk ndalemi këtu. Skenari i dytë, cili është luftë rajonale e cila del nga kontrolli. Dhe kjo do të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme. Pse?
sepse në këtë fazë do të përfshihet edhe Izraeli. Aktivizohen grupet pro-iraniane në rajon, pra në gjithë rajonin e lindjes mesme, nga Iraku tek Huthët e Hezbollah, rrezikohen furnizimet globale me energji. Ky është skenari i dytë jashtëzakonisht i rrezikshëm. Çmimet e naftës shpërthejnë, ekonomia botërore tronditet, Europa hyn në një krizë të re të jetë rrezikshme. Dhe skenari numër 3, konflikt botëror i heshtur, luftë e ftohtë botërore. Dhe ky është skenari më i rrezikshëm. Rusia dhe Kina nuk hyn në luftë direkt, por mbështesin Iranin në mënyrë indirekte. SBA përballet me një front të shumëfisht, luftë pa shpallje zyrtare, por me pasoja globale. Ashtu siç po ndodh tani. Lufta po ndodh, ata thonë nuk ka luftë. Unë ju them jemi në luftën e tretë botërore, ata thonë ku është lufta. Çfarë tregon kjo krizë? Kjo, miq të dashur, nuk është thjesht një krizë që po ndodh brenda sistemit amerikan, as lidhet me ndonjë ndërheqje apo tërheqje apo shkarkim generalesh. Kriza tregon se vendimet nuk janë të unifikuara në Amerikë dhe kontrolli mbi situatën është shumë i brisht. Këtu do të bëjmë të gjithë një pyetje të madhe. Një mikeshe imja nga Amerika më mori dje dhe më njoftoi dhe tha: deri tani nuk janë prekur portofolët tanë këtu në Amerikë, dhe për sa kohë kjo vazhdon, Trump është duke bërë lëvizjet e duhura. Sigurisht, deri tani është duke u maskuar kriza. Çfarë do të bëj Trump në të ardhmen? Këtë do ta shohim. Si do të ndikohet Amerika në të ardhmen, do ta shohim, por këtu duhet bëjmë disa pyetje të mëdha. Apo një pyetje të madhe: a kemi hyrë në një fazë ku luftrat nuk kontrollohen më nga strategjia, por nga paniku, presioni dhe gabimet njerëzore? Apo kemi hyrë në një fazë ku lufta botërore do të diktohet nga epërsia e njërës palë ndaj tjetrës në luftën ndërmjet Donald Trumpit dhe establishmentit të bardhëve protestant anglo-sakson kundër deep state-it të vjetër, i cili është në një luftë agresive me Donald Trumpin. Këtë do ta shohim në vijim. Pentagoni nuk është më një mur i pathyeshëm, është një sistem në tension për arsye të kësaj përplasjes së shtetit të thellë të vjetër, me administratën Trump dhe me lobin Trump. Trump ka një lob të madh, industrialistësh, lob të madh armësh, lob të madh lufte, lob të madh i cili fillon nga Izraeli, përfundon në Texas. Si do të shkojë loja? Një ndërheqje sot, një përplasje nesër dhe një luftë pas nesër. Dhe pyetja më e madhe dhe më e rëndësishme në këtë moment nuk është a do të ketë më luftë, por kur dhe sa e madhe do të jetë ajo luftë. Këtë do ta kuptojmë shumë shpejt. Dje një mik i cili kishte duke ndjekur live-in tim të mbrëmshëm që u ndërpre pa dashje, më tha, ma përfundoi idenë e telefonatës së Erdoganit me presidentin Trump. Me 3 fjalë po ja shkurtoj atë. Turqia gjithashtu është bërë gati për një lojë të madhe të rrezikshme, e cila i është përcjell presidentit Donald Trump nëpërmjet presidentit Erdogan. Çfarë i ka thënë Erdogan Donald Trumpit në telefonatën e tyre të fundit? Në qoftë se trupat kurde, të cilat priten të përfshihen operacione toksore në luftën kundër Iranit, do të shkojnë për të goditur Teheranin, atëherë Turqia do të hyjë në luftë në krah të Iranit. Kujdes, kjo është tepër e rëndësishme. Çfarë do të thotë kjo? Kjo nuk do të thotë që Irani dhe Turqia janë një. Atje në Ankara nuk e duan regjimin e Iranit. Iranianët e dinë këtë. Turqit e dinë që iranianët nuk i duan, iranianët e dinë që turqit nuk i duan. Po pse janë bashkë? Turqia dhe Irani janë bashkë kur kërcënohen të dyja. Turqit dhe Erdogan e kanë njoftuar presidentin Donald Trump se në rast se kurdët e veriut të Iranit do të hyjnë me këmbësori për të rrëzuar regjimin e Iran, në Iran Turqia do të hyjë në luftë kundër
forcave rebele të kurdëve të Iranit të Veriut, sepse Turqia nuk do ta lejojë krijimin e një shteti kurd në Iran, sepse i vjen radha kurdëve të Turqisë. Dhe kjo i bën të dy bashkë. Ankaraja dhe Teherani kanë rivalitet të fortë për kontrollin e linjës së lindjes së mesme. Tre forca perandorake të cilat kanë një rivalitet të frikshëm në lindjen e mesme. Turqia, Irani dhe Izraeli. Është dhe Egjipti me Arabinë Saudite, të cilët kontrollojnë dhe her pas here koordinohen me Turqinë, her pas here ndahen me Turqinë në koordinimin e aksit ushtarak sunnit, apo në tentativat e tyre për të krijuar polin Pakistan, Ankara, Egjipt, Arabi Saudite, bashkë me Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Katarin, Bahreinin dhe Omanin, që është aksi sunit, dhe aksi tjetër i hudhve në Jemen, që i përket lojës së Iranit. Këto janë ekuilibra të cilat ja njoftoi presidenti Erdogan presidentit amerikan Donald Trump dhe i tha nuk ka asnjë shans që kurdët të rrëzojnë regjimin e Iranit, sepse në atë kohë ne dhe regjimi i Iranit do të sulmojmë kurdët. Pra, Ankaraja e do një Iran të dobët, por nuk do një Iran të zhdukur. Kujdes. Ankaraja dhe Erdogan e do një Iran të dobët, të kontrolluar dhe të dominuar prej Turqisë, e cila rritet dhe ajo me fuqinë e saj, por Ankaraja nuk e do rënien e regjimit të Iranit tërësisht, sepse Naftali Bennett, ish kryeministri izraelit, ja kujtoi që një ajatullah tjetër është në Ankara, përveç atyre në Teheran, pas Iranit e ka radhën Turqia. Sepse izraelitët dhe amerikanët i kanë premtuar kurdëve një shtet kurd atje, dhe shteti kurd do të bëhet për llogari të copave të trojeve siriane, turke, iraniane dhe irakiene. Erdogan e ka marrë presidentin Donald Trump dhe i ka thënë kjo është vije kuqe në qoftë se shkelet dhe këmbësoria kurde hyn në lojë, Turqia është automatikisht në luftë në krah të Iranit. Loja është bërë tejet e rrezikshme, sepse Erdogan i ka thënë Donald Trump me tekst që siç i shpartalluan forcat kurde në verilindjet të Sirisë në bashkëpunim me presidentin Ahmed al-Shara, ashtu do t'i shpartallojmë edhe forcat kurde në veri të Iranit, Partia Demokratike të Kurdistanit, nëse ata me urdhër apo me mbështetjen e Pentagonit apo dhe Tel Avivit do të përpiqen të nisin forcat e tyre toksore në drejtim të Iranit në një plan të muçëm për zaptimin apo për uzurpimin apo për nisjen e luftës me këmbësori ndaj regjimit të Iranit. Këto janë ekuilibrat e orëve të fundit. Në darkë do t'ju shpjegoj se çfarë po gatuan në Rusia dhe Serbia në Ballkan. Qëndroni me mua, unë jam Krashnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu. Tash më bëra një panoramë të shkurtër për atë që është duke ndodhur në Pentagon, në lindjen e mesme në Amerikë, në Donald Trump, në betejën e madhe ndërmjet Donald Trumpit, Deep State-it, Pentagonit, levave të vjetra, levave të reja, tensioni, plani për mësymje dhe plani i frikshëm i cili është paraqitur nga raportet sekrete amerikane për propozimin e Netanyahu për Donald Trumpin për shpartallimin e NATO-s dhe ndërtimin e një sistemi sigurie të re. Në darkë do të përpiqemi të kthehemi në Ballkan bashkë me atë që po ndodh në botë, që t'i koordinojmë të dyja. Kaq për sot, rishihemi në darkë në orën 21, nëse më dalin gjërat papritura të pastudiuara apo jashtë fuqive të mia, do të shihemi në 21:30. Faleminderit për kohën tuaj, rishihemi në darkë.